flasim pak edhe për çfarë ndodh pasi mbarojmë masterin apo bachelorin në Mbretëri të Bashkuar. Cilat janë mundësitë e punësimit, Bruna? Gjithçka varet nga diploma apo ka kërkesa dhe kritere tjera që duhen pasur parasysh për student? Atëherë diploma të ndihmon le ta them 5 vjet. Sepse 5 vjet është work experience, pra eksperjenca që ke pasur ti në punë të ndryshme ose në punën në profilin që ti ke studiuar, edhe 50% ose edhe diplomat që ke. Tani ka raste që shumica e studentëve që una di, nëse ata kanë aplikuar me mua apo me dikon tjetër, ka marrë diplomimin edhe tani janë në një vend pune që ata kanë dashur që të jenë atje. Ka edhe raste që ka edhe studente që më thonë, Bruna, shkoj tek interview, më thonë, je overqualified, pra ke ma shumë tepër kualifikime. Varet gjithmonë rrethana që ti ku aplikon, si aplikon, edhe nëse ti ke majtur këta marrëdhënie shumë të mira me universitetin, sepse ne çdo universitet, qoftë nëse ti bën master apo bachelor, atje ka një career officer që ti do të ndihmoj dhe do të asistoj me pjesën e karrierës. Ku mund të aplikosh, si mund të aplikosh, a ke LinkedIn profile, çfarë ke atje në LinkedIn profile, sepse LinkedIn profile është shumë important, sidomos këtu në Angli, na që shikon çdo gjë online. Ata në çdo kompani tani mund të gjej emrin tënd në Facebook, në TikTok, në Instagram, edhe të shikoj pak a shumë si je ti si person. Ama në LinkedIn, ku ti je me kompani të ndryshme, ke jap updatetuar për çdo gjë, është më kollaj për ty. Është i lartë numri dhe interesimi i shqiptarëve për të studiuar, Bruna? Po, unë jam marrë shumë me shqiptarë të Shqipërisë, me shqiptarë që janë rritur në Greqi, në Itali apo në shtete tjetër të Evropës, e pastaj të huaj, qoftë angles, qoftë në studentët që janë në Bullgaria, në Rumania, në Italia, tamam italian apo spanjoll, edhe të Spanjës të Dominika Republika, do më thonë që vinë edhe na jashtë Evropës. Shqiptar po, kanë desirë, ama si i thamë edhe më përpara është kjo frika, sidomos tek nonat, a doja dal, si doja dal, po kam shumë studente që janë nona me 2 kalamo, me 1 kalamo, me 2, me 3, edhe ja kanë dalë jashtë mase shumë mirë, sepse këtu ndoshta ti e ke parë edhe vetë se bën masterin, çdo gjë është shumë organizuar në pjesën e studimeve. Ti nuk ke pse të shkosh tek universiteti dhe të thonë, mësuesi nuk ndihet mirë, duhet shkosh mbrapa shtëpi. Ti pares të ndodhi kjo gjë, nëse do ndodhi, je informuar me një email që ndoshta klasa nuk do bëhet. Nuk ka pasur në një rast të tillë, po ata janë gjithmonë të gatshme që ta parandalojnë këtë gjë. Pra, do jetë një zëvendësues atje tek universiteti. Apo mund të bëjnë diçka online. Bruna, të pyes pak edhe për studentët që kanë ardhur me vizë studimore në Londër, në Mbretëri të Bashkuar, në universitete të tjera këtu që kanë mbaruar studimet master apo bachelor, por nuk janë integruar dot profesionalisht në një punë këtu dhe pasi mbaron viza studimi, çfarë ndodh me ta? Kjo është një pyetje që vërtet edhe ata më thonë, me vërtetën si do gjej punë pastaj, si do riuna në Angli. Së pari që të qëndrosh këtu do të duhet një vizë pune. Ti këtë vizë pune mund ta gjesh me një person private, me një kompani private. Është e vështirë kjo? Me të them vërtetën është pak e vështirë, sepse nuk dua të them gënjestra, po nuk është diçka që nuk bëhet, sepse ka raste dhe njerëz që kanë ardhur këtu për 2 vite gjysmë, kanë bërë masterin, gjithashtu kur ti merr atë vizën e studentit, do ta shikosh ti ke të drejtën të punosh 20 orë në javë, pra ty të japet të drejta që të hapësh numrin e punës, ty të japet të drejta që të hapësh një bank, pra ti je pak a shumë si çdo person që jeton këtu në Angli, pavarësisht se ti je me student visa. Pra pastaj si ti do ta menaxhosh këtë gjë që una qoftë edhe një punë që nuk është në profilin tënd 100% ose në nivelin që ti do doje, vetëm se të marrësh këtë vizën që
të jetosh pastaj këtu. Sepse po të jepet viza e punës me pas është më kollaj se ti të posh edhe dokumentat. Për të marrë një vizë punë është pak e vështirë dhe te kjo pjesa universiteti sa ndihmon, sa i ndihmon studentët që vinë me vizë studimore, ju mbaron viza, sa i orienton drejt tregut të punës dhe vizave të punës. Si thash më përpara, çdo universitet ka personin që i orienton studentët për pjesën e karrierës. Ti mund të shkosh tek ata, të marrësh informacione, të updatohesh, por prapë se prapë është më shumë tek ty. Si person se ka shumë shqiptar këtu, edhe jo vetëm shqiptar të Shqipërisë, shqiptar të Kosovës që kanë ardhur më përpara se sa ne, që merren me edhe kanë mundësi që të japin një vizë, ama çdo individ duhet ta shikojë edhe vetë këtë pjesë, sepse është një pjesë shumë delikate. Ti po ke marrë një diplomë nga këtu, edhe nëse kthesh në Shqipëri apo në shtet tjetër të Evropës apo në Amerikë, ti ke shumë dyert e hapura. Sepse akoma e vlerëson nivelin arsimor të anglisë. Duke qenë se tani është faza tjetër e regjistrimit të studentëve nga shtatori, na trego pak se çfarë duhet të kenë parasysh, dokumentacioni, gjithë informacionet e duhura që ata duhet të kenë parasysh. Okej, atëherë le ta fillojmë pa ata që do të bëjmë bachelori. Nëse ti jeton tamam këtu në Angli, ke të drejtë që të marrësh ndihmë në student loan. Pse them këtë? Sepse unë përsëri, edhe nëse nuk ke të drejtë, unë mund të ndihmoj. Ama ti nëse futesh te le të themi te Westminster University, te website e Westminster University, do shikosh tarifet for home students edhe tarifet for international student, që janë pak më të mëdha tarifat për international student. Pra ti mund të kesh të drejtë që jeton këtu, ama ti s'ke right to public funds. Automatikisht ti nuk do jesh si home student, do jetë si international, po pa vizë. Këtë gjë e bojnë studentët, e bojnë universitetet, sepse normalisht çdo universitet këtu në Angli ose edhe pak, si ta them, do që të marrë më shumë international student, do që të kenë më shumë të ardhura në ata, duke si një biznes. Po, nëse dikush ka tamam drejtën, domethënë të studiojë, have right to public funds, pra kjo pjesa e dokumentacioneve është një pasaporte, një foto të pastër të pasaportes, një share code që deklaron nëse ti ke settlement apo pre-settlement status, apo nëse ke një British passport. Kjo është në ana e dokumentave. Pastaj do duhet high school diploma. Ka disa studente që ndoshta diplomën e gjimnasit e kanë apo e kanë humbur. Ata studente nuk duhet të panikohen, sepse nëse ke të minimumi 2 vite work experience në Angli, ti mund të aplikosh me anë të CV-s. Ama të duhet një CV shumë profesionale të shpjegosh ku punon, ku ke punuar, your skills, achievements që ke bërë, domethënë çka ke arritur në këtë vend të pune. Po ama edhe ti pa diplomë e gjimnasit mund studiosh të bësh një certificate course apo një foundation year për pjesën e bachelorit. Pastaj do duhet një personal statement. Personal statement ose një esej që shpjegon se kush je, çka ke bërë, pse ke zgjedhur këtë degën, këtë universitetin edhe cili është qëllimi jot në të ardhmen. Edhe në fund, CV-n po e thëm, këta janë edhe pjesa e gjuhës, sepse shumica më thonë, unë se kam anglisën like level 3, nuk e kam. Mund të bësh një Duolingo English test, mund të bësh IELTS test, test Duolingo është pak më praktik, sepse bëna spia kushton më pak se sa IELTS test, edhe mund të bësh online në spia jote shumë qartë, edhe disa universitete ta japin free këten. Pra ti ku dërgom në aplikimin të universiteti, ata i skanon çdo gjë. Të thonë, në fillim, të thonë, congratulations, we can offer you a place to our university, like a conditional offer, po nuk është unconditional offer që ti e ke 100% atë vendin. Unconditional offer. Conditional offer që thonë, ok, po shikom aplikimin tënd, në momentin që ke marruar me pjesën e intervistës, sepse disa universitetet duan që ti të bësh një interview, një academic interview, edhe pastaj të shikon për pjesën e gjuhës angleze. Pra ti mund të japësh një Duolingo English test, mund të japësh një test që universiteti e ka atje në universitet, test natyre, apo mund të deklarosh për IELTS test. Për studentët që i vinë nga Greqia, sepse në Greqi, po jo vetëm në Greqi, mund të kenë proficiency.
edhe disa universitete e pranojnë këta. Ose tek diploma e gjimnasit, qoftë në ata që janë në Shqipëri apo diku tjetër, nëse ti e ke gjuhën angleze me notën 9 apo 10, ndoshta ata janë shumë hapi në intervju dhe nuk të kesh nevojë për testin. Po kjo është vetëm për undergraduate, për bachelorin. Për master duhet ta kesh patjetër pjesën e nivelin e gjuhës, po. Edhe pastaj për masterit, dokumentet janë të njëjtë si thas, thjesht te CV-ja duhet të jetë shumë i qartë me punën që ke bërë, sepse nëse ti ke bërë një bachelor në business edhe do të shkosh tani në law, për shembull, duhet të deklarosh, duhet pak puna që ke bërë të ka pak lidhje, po edhe nëse nuk ka lidhje, tek personal statement që ti të shpjegosh për studime, duhet të thosh pse ke zgjedhur të bësh tani law. Cili është qëllimi jot në të ardhmen. Edhe normalisht do të pranon sepse si thas më përpara, masteri ose që ti të hapi më shumë vende pune, që ti të marrësh edhe një nivel tjetër në pjesën e karrierës. Ky informacion që ti jep, gjithë mbështetja që ti ofron ndaj studentëve, këshillat dhe mbi gjitha ti asiston gjithë procedurën e aplikimit për universitet. E gjitha është falas nga ana juaj, Bruna. Po, nuk ose ka pasur ndonjë problem në këtë pjesën, edhe madje ku bori postimet në fillim fare, që ishte ma kollaj bosim këta postime në grupet e ndryshme këtu në që janë shqiptarë të Shqipërisë apo të Kosovës në këta grupet në Facebook, ka pasur komente që më thosin jo, po ju keni tarifët e tyre, jo, una punoj për një zyrë edhe zyra me paguam për studentët që una dërgoj. Pra, una si person nuk mund të marr ty diçka, sepse edhe vetë nëse bon aplikimin të universiteti, mu ta bosh direkt through UCAS, pra tek UCAS ti si studente do paguas një tarife të 6 pound, me fal, ose mu të bosh direkt te website e universitetit, ama do presis pak më shumë. Ose te UCAS ka disa kriterje pak më tepër. Pra unë si Brunhilda, po kushdo që bonte në të njëjtin fushë, përse të jap ty një tarif ku kjo aplikimi është falas. Është shumë e lodhshme të më drejtën, sepse gjitha aplikim kur ne kemi bërë bashkë për shembull dhe të merr gjithë atë kohë, them. Prandaj është goxha impenjative dhe bëni një punë shumë të lodhshme. Për të thënë falas është shumë për të vlerësuar. Po, si thas më përpara, una jam e punësuar të një zyrë, pra kur kam një rok, okay, se una të rendoj studenten kur e di se ata janë në një fazë shumë delikate sepse mund punojnë, mund ndoshta nuk janë në punë, edhe kam kaluar edhe vetë këtë ngjo si studente më përpara, edhe di që po edhe o informativ, domethënë në pjesën e informacioneve aplikimet janë falas në anglisht. Faleminderit për gjitha këto informacione që solle sot për platformën time, për zërin e diasporës, për këtë komunitet shumë të rëndësishëm, për shqiptarët që duan të ndërtojnë një jetë profesionale dhe në rastin konkret në Mbretërinë e Bashkuar. Faleminderit shumë dhe të urojmë suksese në karrierën tënde profesionale. Faleminderit shumë, edhe një herë jam shumë krenare për ty, jam shumë krenare për gjithë studentët që kam takuar edhe në afër, sepse s'kam pasur mundësi edhe më thonë, Bruna, duam të takojnë. Una për shembull gëzohem ku marr edhe një mesazh te thjesht në studentët që faleminderit, nuk e besoja se mund ta boja. Ku më thonë nuk e besoja se mund ta boja këtë gjë, më duket pak si ti mund ta bosh, thjesht duhet të fillosh. Kjo është e rëndësishme dhe kjo është ajo që unë vlerësoj tek ti, sepse nuk bën thjesht një punë, Bruna, ti jep shumë më tepër nga vetja jote, nga eksperjenca jote, nga për t'i parë ata sa më mirë dhe të integruar. Do thoja diçka të fundit dhe mund ta mbyllim. Studimet ose një eksperiencë në vete. Qoftë bachelori, qoftë në master. Është shumë mirë që ta bosh. Ti ndoshta pastaj nuk do punosh në atë fushë, ndoshta do punosh në një fushë tjetër, ama eksperjenca që do marrësh, sidomos këtu në Angli që ti je me një klasë me komunitete të ndryshme, rrites vetë si person. Pra, merr një eksperiencë, ty do të hapi, ndoshta jo tani, ndoshta pas 2 vites, pas 5 vites do të hapi shumë vende punë. Dua të sqaroj dhe diçka dhe nga eksperienca ime, por ajo që më ka bërë përshtypje është se ka një modesti të jashtëzakonshme nga stafi dhe ka një gatishmëri për të ndihmuar në çdo pengesë. Pastaj ne kemi mangësira të ndryshme ndoshta në formimin ton nga e kaluara, ndoshta nuk jemi shumë mirë nga ana e IT-s dhe aty ke suport për të ndihmuar që ti plotësosh gjitha këto boshteqe dhe pa paragjykime. Po, sepse
si të kam thënë, kam thënë të ty, kam thënë dhe shumë të studentet që kam marruar një bachelor më përpara diku në Shqipëri apo diku tjetër. I them, mos mendo që është një lloj, sistemi nuk është një lloj. Ose çdo gjë është pak është më shumë organizuar, çdo gjë ti ke shumë mundësi. Domethënë më thonë kam pasur studentë që më thoshin unë se dia se kjo ekziston te universiteti im. Edhe thoja, ju lutem, bëni pak si ta them këtë, si më fal, pay attention të çfarë bëhet tek universiteti. Çfarë aktivitete ka, si mund të ndihmojnë ata, sepse ka shumë mënyra. Edhe ka shumë raste se kanë ndihmuar studentët të gjejnë vende pune në universiteti. Sa është e gjitha edhe nga ambicjet profesionale dhe nga mundësitë, rrethanat dhe kapacitetet e secilit në fund të fundit. Por gjithsesi, edukimi është zgjedhja më e mirë për këtë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube channel dhe mezi pres ju takoj në video në radhës. Deri atëherë, të kaloni sa më bukur.